Kemi edhe sot për të bashkëbiseduar jo vetëm për politikën, por për shumë çka tjetër. Do të flasim pak edhe për të kaluarën, ato momente ku kanë qenë ndoshta më të rëndësishme të jetës së tij, kulminantet, po ndoshta edhe ato momente kur ai vetë ka vendosur që të lë Kosovën. Zoti Fatmir, faleminderit që je këtu, është kënaqësi me të pas prap. Faleminderit, edhe kënaqësia është e imja. Ne do ta nisim pak me rezultatin e zgjedhjeve. Nga hera e kaluar na keni treguar që keni qenë involvuar politikisht, vazhdoni të jeni në një formë ose tjetër involvuar në politik dhe më intereson shumë të di se si u gjendet në këtë rezultat. Të më drejten, ne kemi punu, jemi mobilizu dhe kemi prit një rezultat më të kënaqshëm, por ja se nuk ndodhe ajet që na mendu, por si do me qenë, me rëndësi është që gjaunat kanë shku, zgjedhjet kanë shku mirë, nuk ka pas në ekses që ka jablin më u theksu, tash votuesit e dhanë fjallën e vetë, neve në mbetit si strukturat PD-kës të punojmë më shumë, të jemi më afër votuesit, ta prekëm votuesin ma shumë, edhe kështu që në zgjedhjet e tjera të kemi rezultate më të kënaqshme. Po, është krijuar një mendsi, një mendim që tek ne të gjithë diaspora janë me një parti të caktuar. Ndërsa ju jeni me një parti tjetër dhe normalisht e thatë pak më herët që jeni mobilizuar për të ardhur dhe ka pas një numër shumë të madh këtë vit. Ndoshta specifikisht vetëm për të votuar. Po, këtë mendim e dhone kam hasi thyese vazhdimisht, nuk është e vërtet, të jemi sinqert, sepse nuk është vetëm një parti në diaspor është e gjithë partive, apo e gjithë bashkëpunësve tonë, kështu që unë edhe herën e fundit e çeka, domethënë vetë angazhimi jonë nga viti 2000, unë jam antari dhe themeluesi, iniciatori themelimit PD-kës për banë, fletëqarë që, domethënë, Partia Demokratike e Kosovës ka një gjenizë qysh më herë. Keni qenë involvuar në politikë që para luftës, që para shumë viteve, edhe vazhdoni të jeni një pjesë e politikës. Ne do të diskutojmë pak a shumë disa momente përmes fotografive, por gjithsesi më intereson shumë të di se çfarë pret nga kjo qeveri ardhshme. Po, unë kam qenë, më të drejten, si student, atëherë ne nuk u patëm të pajtu me regjimin që u instalu, dhe kështë që të fillun atëherë për ndjekjet, ne nuk patëm një mundësi tjetër veç se të largohem me mbjetu. Saj përket pyetje se qka presni, të më drejten, unë nuk presë ndo një gjatë veçantë, sepse ata patën mundësi për 5 vitet me japë rezultate pozitive, mirë po në bazë asaj që në praktik dhe në jetën e të përditshme po nuk është dhënë ndonjë rezultat i kënaqshëm. Kështu që edhe nuk besoj se edhe nga vetë të përbamja e qeverisë që e përbazuan në herën e fundit nuk pres ndonjë rezultat. Po pse po mendon që një numër i madh edhe rezultatet kanë folur vetë, kanë vendosur të japin votën prapë kësaj qeverie të kaluar? Po, unë e tham, po jap mendimin personal timin, unë mendoj që dhe të thotë kësaj radhe nuk është votu për program, për prosperitet, ose për një jetë më të mirë, po më duket që është votu më shumë për lideri. Edhe kështë që mu edhe të më drejten ka ku që më brengos kjo shoqëria kosovare, sepse nuk mendon me kokën e vetë, po nuk di, unë mendoj që çdo njoni nga ne duhet mendojmë për perspektivën të përtalmën tonë, jo për liderët, jo për partit, por ne duhet votojmë për programet, një program që sjell perspektivë, mirëqenie sociale, një ekonomi më të mirë, një zhvillim, një drejtësi më të mirë, një stabilitet. Kjo është.
qasja ime, që unë mendoj që votuesit duhet përcaktojnë. Ka patur shumë kritika kundrejt bashkëdhetarëve tanë, të cilët kanë të drejtë vote, vazhdojnë të kenë drejtë vote në Kosovë, duke thënë se fatkeqësisht e them, nuk do të ishte dashur që t'u lejohej që të votojnë, me qenë se nuk janë banues me vendbanim në Kosovë. Po, shqeqa, unë mendoj që përderisa kushtetuta dhe ligji e thot që ne kemi drejt të votojmë, atëherë dhe duhet jetë kështu. Në momentin që mirët ndonjë vendim tjetër, atëherë absolutikisht besoj që edhe na si diaspor mund të përqafojmë atë vendim. Mi po, në basë ligjeve, në basë kushtetutës, e thot që diaspora ka të drejtin e vetë votimit. Po e vërtet. Po e kthehemi vitit 1991. Nëse mundet regjia të na e lëshoj edhe njëherë videon për cilën do të flasim së bashku, ndoshta edhe për të kuptuar pak më shumë rreth këtij momenti. Po, këtu ka qenë dhe tëtë ne si forumi rinor, atëherë unë kam avhej sektorin e kulturës në kodët forumit rinor në Ferizaj. Këtu kemi patëm organizu për një vjetorin e shpalljes së kushtetutës së Kaçanikit me 7 shtator, më kujtohet po, me 7 shtator dhe të vitit 1991 patëm bajt në fshatin Komoglav një manifestim për ndër një vjetorit të kushtetutës. Kjo ka qenë dalja jote e fundit, apo jo? Po, edhe kjo ka qenë thamë drejtin, sepse unë si kryetari i sektorit të kulturës për forum, edhe e përmbylla manifestimin, sikur ta dija me një fjalim se miru pafshim në Kosovën e lirë, në Kosovën e bashkuar. Dhe vërtet kështu ndodhi, dhe tëtë, kjo ishte fjalimi im i fundit, edhe në fundin e dhjetorit, unë u largova nga Kosova, edhe u këthiva mas 8 vitev, ashtu edhe si që pa ta premtu në Kosovën e lirë. Falë gjakët i derdhër të bashkëve. Duhet këtë qenë një vendim i vështirë për të marrë dhe për të lëshuar vendin. Gjithsesi, u mërzite në momentin kur veç jam bathe, po themi, nga vendi? Unë betëm nga jo që vërtet kë vendim të ka qenë një nga vendimet më të vështira në jetën time, sepse unë si ri atëherë u dëdorova të alqoj Kosovën pa dëshirën teme, pa dashjen teme, i lash gjitha ëndrat e mija, i lash, sepse na kishëm ëndrat e tona, aktivitetet e tona, po edhe mbi gjitha me lanë familjen nuk është fare e letë, por ato ishin rrethonat e momentit, nuk patëm rrugdalje tjetër, edhe pse unë u mundova një vjet e gjysëm, sa më kujtohet, u bona të përpjekje, të fshihesha aty të ku mund, mirë po atëherë të policia e kohës, edhe ato vendet unë të ku isha, i gjetën dhe atëherë nuk më beti mu gjatë tjetër se me mbi jetu, me u largu. Ta diskutojmë një foto tjetër, regjia më me dije që e kemi gati dhe ndoshta edhe ajo ka një historin vete pa dyshim e cila tregon për kohën në të cilën i keni kryer aktivitetet tuaja kulturore, për gjithashtu edhe politike njëkohësisht. Në qofse e kemi foton, do doja ta shinim edhe në dalje. Po, me kënësi. Po mirë, derisa të na gjejnë foton në regjia, po besoj shumë që ne mund të diskutojmë për jetën në Bonn, jetën në Gjermani. Me kënësi. Si po shkon jeta atje dhe si jeni gjendur gjatë viteve në përgjithësi? Fëmijët janë rritur? Po, janë gjithë fazën e rritjes, e kanë kalu, janë arsimu, janë shkollu, edhe kështu që vazhdu jetën e vetë. Po, kjo është një nga fotët që kemi pasë në Gjermani, ne si diaspori jemi organizu, këtu ka qenë kuvendi i antarëve Unionit Biznisë në Gjermani, dhe thëtë gjithë
firmat shqiptare, po ka dhe në mesin e tyne edhe gjermane, jemi grumbullu rreth Unionit Bizniseve shqiptare edhe bëjmë një aktivitet. Qëllimi është që me u bashku gjitha firmat shqiptare të komunikojnë mas zbashku edhe ndërojnë raportet dhe sukseset edhe bashkëpunojnë me zveti. Kjo do të zhvillohet edhe viteve tjera? Është një formë tradite? Do të thotë kjo vazhdan. Është formë tradite në një farë mënyre edhe bashkohet. Suksesit edhe janë të dukshme, kështu që unë nuk kisha thonë që gjitha ato firma që ka vepëru në Gjermani me ju bashku është një gjë mirë, sepse mund të njën me kompani dhe të ndërojnë perspektivat. Një mënyrë për të bërë bashkë me gjithë shqiptare tjerë që bëjnë biznese në vende tjera, apo jo? Ashtu është, njëtën kohë qëllimit ka qenë edhe bashkimi i fuqis, që nëse mas nesër pse mos bashkohemi nëse diaspor edhe të kontribuojmë ndoshta me një projekt në Kosovë e gjithë ju, pse jo. Ka ndodhur ndonjë projekt i tillë? Po, ka ndodhur. Shumë shok, afarist që unin ja, kanë bërë edhe projekte këto. Edhe këtu në Kosovë? Po, edhe bashkëpunojmë jashtëzakonisht shumë edhe atje në Gjermani. Po mirë, fotografitë të tjera, në qoftë se i kemi gati, do doja të diskutonim në vazhdim, normalisht edhe ato kanë historinë vete, kujtimet bukura të gjitha të asaj kohe, po si duket të në viti 90-91 pas ka qenë për ty ndoshta më i vështiri sa i përket jetës në Kosovë për para luftës, për ndjekja që e keni patur nga forcat serbe në këtë rast e kështu me radhë. Po, ato vite vërtet kanë qenë edhe për mu, po unë mendoj që edhe për gjithë popullatën shqiptare në Kosovë kanë qenë vitet të vështira, sepse sistemi apo regjimi Miloševićit pat instalu një pushtet shovenist me qujtë largoj gjithë punëtorët nga puna, arsimin e preku, shëndetësin, thjesht u paralizu jetën dhe u vështërsu. Po. Kjo ishte vërtet një periudhë e vështirë. E keni vuajtur pjesën sa keni qenë larg Kosovës, sidomos ato vite që nuk keni qenë në Kosovë? Po, ne edhe pse kemi qenë jashtë, thëmë drejtën, mendja dhe shpirti jonë të ka qenë në Kosovë, sepse ne kishëm familjet e tonë, ne kishëm parefisin, po thjesht ishte edhe të Kosova vendi jonë dhe çdo herë mendja jonë ishte këtu se si po rrjedhin gjanat edhe vërtet të kemi qenë çdo herë me mendje me shpirt këtu. Regjia u zgju nga gjumi, si duket. Na trego pak për këtë fotografi. Po, kjo është fotografia ku unë atëherë isha antar i Këshillit Pajtimit Gjaxheve, po ta fatin, edhe njëjtin fat patëm edhe aty në fshatin tonë, ku në kodër të 5 fshatrave Baliç, në redime e Olt, e për me në ashtu i qushëm i Zerc, Manasirc, në fshatin tonë Manasirc u mbajt pajtimi Gjaxheve, do të thotë u bë shtrirja e dorës pajtimit. Edhe këtu ka qenë profesor Anton Qeta, Hoxha Kruku, edhe shumë të personalitete tjera, student, profesor. Çfarë të kujton kjo fotografi, kjo moment? Më kujton, vërtet më kujton shumë kthen kohë, sepse ishin aktivitete që vërtet na bënin më undi mirë, sepse mbi gjitha ne po kontribuojshëm spaku me një gurit vogël për ta vendosur në themel që populli ynë të jetë i bashkuar, mos
mos jetoj më me hasmëri, me zveti, por vërtet tjeti i bashkuar. Edhe unë mendoj që pajtimi i gjaqeve ka qenë një moment shumë i duhur për momentin që ka ndodhur në Kosovë, sepse unë mendoj nga gjitha ato që unë i kam përjetu dhe i kam pa vetë si protagonist, mendoj si kur ne po të futeshim në luft me ato gjana, unë mendoj se me siguri do të kishim shumë të paregullësi edhe ndoshta dhe suksesi dhe ishte pak ma i vogël. Mirë po falë Zotit me dhe idesë profesorit Anton Qeta, kjo ndodhi një mrekulli që u mur kjo aksion për pajtimin e gjaqeve edhe populli unë njëherë për gjithmonë i tha jo më hakmarrjes, por duhet të jetonim bashkum, pa gjakmarrje, edhe kështu që edhe luftën e pritëm dhe e filluam me një bashkim. Po kjo? Kjo është një fotografi. Thëmë drejtën mas i gjithë Kosova u shtjeru, ne mendonim që tashmë ka ardhë koha që bënim diçka për vendin tonë, edhe unë atëherë në bashkëpunim me kryetarin e komunës Ferizajt, zotin Bajrush Gjemojlin, është kryetari ai në mes Ismaili, kryetari i shtimës, ai ka qenë edhe dy afarista Gjerman, ai ofër Bajrush Gjemojlit edhe kryetarit shtimës ka qenë drejtor general. Unë në konsulta me kryetarin e komunës Ferizajt, zotin Bajrush Gjemojli, erdhëm përfundim se çka të bënim një diçka të mirët për vendin tonë, edhe erdhëm një ide që ta sillim një projekt për riciklim në Betorina. Kjo edhe ndodhi, faktikisht, me një punë edhe me një angazhim edhe me një seriozitet shumë të madhe të kryetarit të atërshme zotit Bajrush Gjemojli, që edhe e falenderoj. Investimi ishte mbi 40 milion që të bëhej një fabrik për riciklimin e Betorinave. Nga riciklimi aty në Betorina ne krijonëm me shumë energji elektrike dhe ngrohje. Procesi pat ecur mirë deri në arritëm në Ministrinë e Ambientit, aty shkum sepse vetë investimi ishte madhor, edhe kompania gjermane normal se dojshin që të ketë mu involvu edhe qeveria, sepse ishte një projekt shumë i madh, edhe dojshin një garancion nga qeveria. Pasi që kjo duhet ndodhte, atëherë duhet me u bashku në këtë proces edhe Ministria për Ambient, bazë ligjit, dhe ne shkum dhe aty kemi arrit. Por? Mirë po më të drejtën, aty unë jam pak u zhgënjeva, nga se ne fillojnë me në Gjermani për planin e vizibilitetit, normal se kompania Gjermane i dojke disa informacione, sa do jetë në qëpë se ne përdojmë 1 megawatt rrymë, sa do jetë në treg, sa do e shesëm, sa do jetë grumbullimi, sasia grumbullimit, e shumë informacione të ri, që ka u kërkojshin, po më të drejtin disis një negligencë e vogël, nuk di pse, edhe ndërkohë aja që ka ndodhi, nuk di se ka rrjedhë informacioni, dhe gjatë procesit erdhë informacioni se Parlamenti i Kosovës ka vendosë që në Betorinat me umbëllu ose mu menagju edhe 2 vjetë. Që kjo vendim neve na stagnoj. Ju kthejmë mrapa, po. Na kthejmë mrapa, edhe unë njoftova do të thotë kompaninë gjermane, edhe ata pa një pa dy, na tha zoti Ramësholli, neve na vje keq, mirë po vullneti ju që vërtet t'ju mbështesëm,
sepse na nuk kemi. Të Kosova ashtë kështu është, mu ma thonë shumë qartë dhe thjesht, është një peshk i vogël, që ne nuk kemi nevojë të presim, që ai projekt që na mendojshëm me vendosë në Kosovë, u bartë në Kroaci. Në vend tjetër, po. Edhe pse të kryetari komunës të Barosh Gjemojli, të kryetari shtimes, atëherë edhe Vitins, vërtet të patën dhoni kontribut, bile zote Gjemojli na i pat e banda dhe atë pjesën venin se ku mund me ndërtu, po ja se... Si kretë gjana tjera që shkojnë në Kosovë? Pa ku shgënju, po nuk do të thëtë se duhet ndalëmi. Po mirë, qëfar janë planet tuaja për këtë vit që po vjenë, ndoshta edhe vitet në vazhdim, me qenë se jemi në fillim të vitit? Po planet e mija, thëmë drejten, të vazhdojmë jetën ashtu, si që mendojmë, të kontribuojmë aty të komundemi me aktivitetet politike. Ka ndonjë plan për të kthyer apo për të sjellur ndonjë projekt tjetër në Kosovë? Thëmë drejten, po, jemi të e mendu, është një projekt që mendojmë qofë se kryon para kushtet të kuptohet, sepse nuk mjafton vetëm dëshira, po do të jetë edhe infrastruktura, ligjet e shumë gjëra tjera në aspektin energjisë diellore. Me energjinë diellore në Kosovë. Cilat janë deri tash mundësit, kushtet? Apo ka ende ku është akoma në proces e sipër? Na jemi të gatshëm në momentin që mendojmë që na janë pjek kushtet edhe infrastruktura, nuk ka problem. Po. Jemi krejt të minutat e fundit. Ka mbet diçka që kështë dashur pa tjetër me e thonë sot? Thëmë drejten, une, masi nuk e fillova në fillim, po e thamë edhe njëherë, une gjithë popullit Kosovës, i uroj një vit në barë, një vit sukses shumë, me dëshiren që të kemi më shumë vende punës, të kemi më shumë perspektiv, të kemi një mirëqenie më të mirë sociale, të kemi raporte më të mira me bashkinë ndërkombëtare, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse ne e pam vetë faktin me presidentin e Venezuelës, se si rrjedhi ngjarja, kështu që vërtet kisha dashur këtë vend ta shoh me institucionet të krijuara që vërtet institucione që do preknin jetën edhe mirëqenien e qytetarit, jo me retorika, jo me si që pa unë vitin e kalum, sepse gjitha këtu i vunë të populata, votusit tonë. E kështu që unë për votusit, fërësia e mentarmen do jetë vërtet dilni votoni për mirëqenie, votoni për perspektivë, mos votoni për lider ose për parti, për votoni për mirëqenien e ju, votoni thjesht për programe. Na njëherë për gjithmonë si shoqëri kosovarët duhet vëdësuem që çdo votues duhet votoj për programin, sepse ai program edhe ndryshon mirëqenien sociale, ekonomike. Jo fjala e thamë me letër apo fjala e thamë kod, por programi dhe dëshira e njerëzve për të bërë ndryshime janë këto që do të ndodhin. Kjo është porosia ime për votuesit. Kënaqësi që ju pata këtu edhe një herë zoti Fatmir, ju uroj rrugë të mbar kur të ktheheni për Gjermani dhe faleminderit shumë. Faleminderit gjithsesi edhe kënaqësia ime, edhe unë ju dëshiroj suksese dhe punë të mbarë. Shumë faleminderit. Kështu, miqtë e mi të dashur, dal nga